Mirë se vini në një episod të ri të podcastit ton. Ndryshimet klimatike dhe ndotja e ajrit nuk janë vetëm një çështje që lidhet me natyrën. Sot ato po ndikojnë drejt për drejt në shëndetin ton, e veçanërisht në shëndetin e fëmijëve, të cilët janë ndër grupet më të ndjeshme ndaj këtyre sfidave. Por çfarë do të thotë në praktik një mjedis i shëndetshëm? Si ndikon cilësia e ajrit, infrastruktura e shkollave dhe mënyra se si ndërtojmë komunitetet tona në mirëqenien fizike dhe emocionale të brezit të ri? Dhe si mund të kontribuojnë investimet në shkolla më të gjelbra për një të ardhme më të shëndetshme? Për t'ju përgjigjur këtyre dhe shumë pyetjeve të tjera, sot kemi kënaqësinë të kemi të ftuar doktoresh Sigi Mehallën, me të cilën do të flasim për lidhjet midis mjedisit dhe shëndetit publik, sfidat që po përballemi sot dhe hapat që mund të ndërmerren për të mbrojtur shëndetin e fëmijëve dhe komuniteteve tona. Doktor Sigi, shumë faleminderit që keni pranuar që të jeni në këtë podcast sot. Gjithashtu është edhe për mua kënaqësi. Faleminderit ju për ftesën. A mund ta nisim bisedën me ndryshimet klimatike? Dëgjojmë shpesh që flitet, dhe kohëve të fundit flitet akoma dhe më shumë për ndryshimet klimatike, por çfarë realisht janë ndryshimet klimatike dhe çfarë ndikimi dhe efektesh kanë tek shëndeti publik? Atëherë, nëse do duhet ta përkufisonim, do ishte një zhvendosje kundrejt temperaturave ekstreme. Normalisht kjo zhvendosje, ky shiftim është po ndodh me një shpejtësi goxha të madhe, dhe trupi jon, organizmi i njeriut nuk është i projektuar gjenetikisht, domethënë që ti përballojë edhe në të njëjtën kohë të progresoj me një shpejtësi të tillë. Prandaj edhe nga UBSH-ja është konsideruar edhe si emergjencë e shëndetit publik, domethënë ndryshimet klimatike dhe efekti që po japin në shëndetin e njeriut, prek shumë fusha të mjekësisë, këto ndryshime prekin goxha fusha. Ajo që njeh më shumë popullsia është problematikat e shëndetit kardiovaskular, të zemrës dhe të qarkullimit të gjakut. Dy janë kategoritë që preken më së shumti nga kjo, dhe prandaj janë gjatë tërë kohës, domethënë ato mesazhet promocionale që bëhen edhe në përlajme ose edhe në emisione të ndryshme që ju lutem të shmangni pikun e temperaturave të larta, prek kryesisht popullatën e vjetër të moshuar, prek edhe pacientët të cilët janë paraprakisht të diagnostikuar me problematika të sistemit kardiovaskular. Problematika të tilla sillen edhe në aparatin e respiracionit, në frymarrje. Infeksionet janë më të shpeshta, përkeqësohet akoma më shumë problematika kronike si COPD-a, sëmundjet obstruktive pulmonare, temperatura të larta. Gjithashtu ndikim tjetër ka edhe në pacientët cilët paraprakisht vuajnë nga alergji caktuara. Praktikisht në klinik kam një numër të shtuar të rasteve me alergji me azëm të fëmijëve, kryesisht me këtë grup moshë merrem, dhe një nga arsyet, një nga faktorët, domethënë, është për shkak të ndryshimeve klimatike. Ka edhe probleme të tjera që sjellin. Normalisht në temperatura të larta është e vështirë që të përqendrohen individët, janë më të agituar, më në stres edhe më në ankth, kështu që sjell edhe problematika të shëndetit mendor, por kryesisht e këto. Për më tepër edhe infeksionet të shumë herë shumë më lehtë që të përhapen në temperatura të tilla, sidomos ato gastrointestinale, të cilat janë më të shpeshta gjatë verës. Ju përmendët se disa grupe të cilat janë më të prekur apo janë më të predispozuar të preken nga efektet e faktorëve të mjedisor. Por një grupim i cili preket edhe afat shkurtër, por edhe në afat gjatë janë fëmijët, të cilët kanë një rrezikshmëri më të lartë të prekjes ndaj faktorëve mjedisor. A mund ta shpjegoni pse? Po, është e vërtetë, dy janë kategoritë që në fushën tonë përbëjnë problem. Janë grup mosha e vogël, fëmijët, miqtë e vegjël, dhe pacientët e moshuar, kategoria e tretë. Në këtë rast tek fëmijët, arsyeja kryesore një herë është sepse janë më të ekspozuar në kohë dhe në hapësirë. Çfarë do thotë kjo? Ekspozimi fillon shumë më herët, domethënë që në moshat e hershme, dhe normalisht një ekspozim i hershëm ka më shumë predispozit pacienti në një moshë të mëvonshme që të zhvillojë patologji, sëmundje kronike. Sepse rritet dhe koha e ekspozimit. Nga ana tjetër mund të ekspozohen më shumë edhe në hapësirë. Pse? Po flasim për fëmijët të cilët shpenzojnë kohë jashtë në natyrë, kështu që janë më shumë në kontakt me ajrin që mund të jetë i ndotur nga njëra anë, dhe përpos kësaj shtohet edhe fakti që nuk janë aq shumë të kujdesshëm, sepse nuk janë goxha të mirë informuar dhe nuk janë bërë zakon ato kushtet higjieno-sanitare, mënyra se si duhet lajnë duart, sa shpesh duhet lajnë duart, dhe kanë më shumë tendencë që në një ambient të jashtëm të ndotur, normalisht fusin objekte në gojë ose duart, cilat janë të ndotura, kështu që janë më të prekshëm si kategori. Nga ana tjetër, fëmijët e vegjël nuk i kanë proceset ose
sistemet enzimatike të trupit nuk i kanë në funksion maksimal siç i kanë të rriturit. Domethënë sistemet e detoksit në trup nuk i kanë të zhvilluar aq sa i kanë edhe të rriturit, kështu që toksinat kanë më shumë predispozit, kanë më shumë gjasa që të qëndrojnë më gjatë në trupin e fëmijëve. Është kategoria që është në zhvillim, normalisht zhvillimi është shumë i shpejtë gjatë moshës hershme fëminore, kështu që prandaj janë te një kategori që janë në rrezik. Ju përmendët ndotjen e ajrit si një prej faktorëve mjedisor që ndikon edhe prek më së shumti fëmijët. Po do doja të dija cilat janë disa sëmundje më të zakonshme që i prek fëmijët pikërisht nga kjo, nga ndotja e ajrit. Atëherë, problemet respiratore zën vendin kryesor. Kanë më shumë predispozita për të bërë infeksione respiratore kur janë vegjël nga një anë, përpos kësaj kanë edhe më shumë tendenca për të bërë alergji, si alergjitë sezonale që kanë fëmijët, por edhe problematika të tjera si për shembull astma. Këto janë problemet kryesore që mund të zhvillohen tek fëmijët si parasojë e ndotjes së ajrit, por më tepër edhe në zhvillim pastaj, sepse një ajër që është i ndotur ose kushte të tjera higjieno-sanitare jo të mira ndikojnë edhe në zhvillimin e trurit. Normalisht pengojnë atë zhvillimin e mëtejshëm dhe curin e fëmijës. Këto problematika fatkeqësisht vijnë shpeshherë edhe prej ambienteve ku fëmijët kalojnë më së shumti kohë që është shkolla. Sa ndikon realisht mjedisi ku fëmijët kalojnë kohën e tyre më të madhe dhe mjedisi ku supozohet që të edukohen, të mësohen, të socializohen në shëndetin e tyre jo vetëm fizik, pra jo vetëm në aspektin e shëndetit fizik, po edhe në shëndetin emocional dhe në zhvillim. Ju e përmendët në fakt ndikimin në zhvillim, po do doja që të futeshim pak më thellë, si në aspektin fizik, po edhe atë të shëndetit emocional dhe mendore dhe të zhvillimit. Po është e vërtet sepse fëmijët shpenzojnë një kohë goxha të gjatë në shkolla, shumicën e shkollave domethënë qëndrojnë gjatë tërë pjesës paradites, po ka edhe shkolla të tjera që zgjasin deri nga orët e vona të pasdites. Shkollat janë djepi i kulturës, dijes dhe zhvillimit. Dhe normalisht është shumë e rëndësishme që të jetë një ambient i sigurt, domethënë ku fiks fillojnë mbi këto filizat e rinj. Ideja është që është e nevojshme që shkollat të ketë kushte të mira higjieno-sanitare. Në radhë të parë sepse e shoh shumë herë, sidomos gjatë sezonit dimrit, kur ata janë kryesisht në shkollë, domethënë ose në vjeshtë edhe në pranverë, që vinë shumë fëmijë dhe vinë nga e njëjta shkollë, sepse si duket normalisht transmetimi është goxha i lartë, domethënë edhe i virozave dhe infeksioneve të tjera respiratore në ambiente të vogla. Prandaj është shumë e rëndësishme që këto ambiente të jenë të sigurta, të mirë ajrosura dhe të mirë ndriçuara nga ana tjetër, sepse një ndriçim i mirë normalisht ndihmon goxha më shumë edhe në një vëmendje dhe përqendrim më të rritur të fëmijës. Shtohet gjithashtu edhe një sistem i mirë sanitar. Dhe kjo është e nevojshme domethënë nëpër shkolla. Në kuadër të projektit Sunny Schools, disa shkolla në territor janë pajisur me panele fotovoltaike. Nga këndvështrimi juaj si mjeke, si të thonit se ndikon instalimi apo implementimi i paneleve fotovoltaike në shëndetin e përgjithshëm të fëmijëve, si në aspektin e shëndetit fizik, si në aspektin e kushteve bazike që duhet të ketë një shkollë? Jo vetëm në shëndet, jo vetëm në aspektin e shëndetit, por ndikon edhe në zhvillim dhe edukimin e mëtejshëm të fëmijëve. Sepse nëse deri tashmë, domethënë këta fëmijë thjesht ishin mësuar që të edukoheshin nëpërmjet sesioneve informuese për energjinë e rinovueshme, për rëndësinë që ka në mjedis, tani e kanë më të prekshme si gjë, sepse ky si projekt është shtrirë në shkolla praktikisht në momentin që ne jemi duke folur. Nga aspekti shëndetësor, për mua është me rëndësi domethënë që të përmend që pikë pari është një burim energjie i sigurt, është një burim energjie që nuk sjell nga pas edhe ndotje, siç mund të jenë për shembull sobat me dru që përdoreshin deri vonë dhe vazhdojnë të përdoren në disa shkolla, sidomos në rrethinat të qyteteve dhe normalisht sjellin ndotje dhe ngarkesë të ajrit brenda nëpër klasa. Kështu që panelet diellore sigurojnë burim të vazhdueshëm energjie në shkolla, ndriçim më të mirë dhe kjo rrit edhe përqendrimin e fëmijëve dhe probleme më të vogla që mund të kenë më minimale që mund të kenë pastaj me sy ti minimizon edhe këto dhe nga ana tjetër përpos kësaj si alternative pastër domethënë energjie minimizon shumë edhe problemet që mund të kenë me aparatin e frymëmarrjes fëmijët.
Ne folëm fakt pak më parë që fëmijët janë të prekur jo vetëm në afat shkurtër dhe jo në faktorët specifik që po ndodhin tani si pasojë e ndikimeve klimatike, ndryshimeve klimatike, po janë edhe ata përfituesit edhe fatkeqësisht të prekurit edhe në afat gjatë dhe në kohë. Pra do të ishte më vonë që ne thonim që investimin në shkolla me panele fotovoltaike apo në shkolla me mënyra dhe metodologji të qëndrueshme, në fakt ndikon pozitivisht edhe në rritjen e mirëqenies afatgjatë për brezat e ardhshëm. As nuk diskutohet, sepse normalisht është kategoria e fëmijëve, dhe presim që këta të zhvillohen, që të rriten dhe normalisht japin dhe kontributin e vetë në shoqëri më vonë. Kështu që një fëmijë sa më e sigurt, sa më e shëndetshme, vjen me përfitime të mëdha në shoqëri më mbrapa. Në të njëjtën kohë është e nevojshme domethënë edhe edukimi shumë i mirë i kësaj kategorie, në mënyrë që të jenë të aftë që edhe këta të ndërmarrin iniciativa, si në rastin në fjalë, më vonë për të pasur një shëndet, një cilësi jete më të mirë dhe një mjedis më të sigurt. Kështu që është goxha më mend domethënë që të investohet pikërisht në këtë kategori. E vërtet. Në fakt për të kaluar edhe në më gjerë në shoqëri dhe jo vetëm për grupin e fëmijëve, fatkeqësisht për shumë vite ndryshimet klimatike apo problemet e mjedisit, problemet mjedisore, faktorët mjedisor janë konsideruar si tematika që nuk lidhen drejt për së drejti me ne, nuk kanë aq shumë ndikim në jetën tonë të përditshme. Nga praktika juaj si mjeke, a e shikoni një lloj ndërgjegjësimi në komunitetin e gjerë tek qytetarët që në fakt ndryshimet mjedisore në fakt kanë ndikim drejt për së drejti edhe në shëndetin tonë? Në përgjithësi është goxha e kufizuar. Domethënë, qofse do mendoja për pacientët që më kanë rënë në rasti domethënë që të kaloj, mendojnë që këto ndryshimet në mjedis, ndryshimet klimatike, problemi kryesor që mund shkaktojnë janë thjesht problemet respiratore. Mund kemi më shumë probleme domethënë me astmën ose pacientët që vuajnë paraprakisht dhe interesohen që të kërkojnë për mënyra më të sigurta, që të sigurojnë ose të sigurojnë vetes kushte më të mira. Këta janë disi më të informuar, por kategoria tjetër në përgjithësi njohin vetëm këtë ose njohin edhe temperaturat e larta gjatë verës që duhet të shmangemi atit piku të nxehtit gjatë ditës. Por nuk kanë informacionet më tejshme domethënë që nuk është se preket vetëm në sistemi kardiovaskular, nuk është se preket vetëm zemra apo vetëm enët e gjakut, nuk është se preket vetëm mushkëria, po se kjo ndotja e mjedisit është një arsye më shumë edhe për patologjitë apo për zhvillimin e tumoreve. Një arsye më shumë edhe për një zhvillim, domethënë një faktor stresant i cili do ndikojë edhe në zhvillimin emocional të fëmijëve ose edhe të rriturve. Është një arsye më shumë për stres, është një arsye më shumë edhe për angth. Domethënë, nuk është se njohin këtë pjesën tjetër, kryesisht njohin vetëm dy klasa, domethënë që mund të prekej ndryshimet klimatike në trupin e njeriu, domethënë vetëm këtë pjesën kardiovaskulare dhe respiratore, kurse pjesën tjetër zhvillimin emocional, zhvillimin mendor të fëmijëve, të rriturve ose pjesën tjetër domethënë patologjitë kancerogjene, këto nuk para i njohin mirë, ose dhe transmetimi i virozave është goxha më i lartë në temperaturat larta, këtë pjesë nuk është se kanë rënë shumë në kontakt domethënë me këto informacione. Doktorisha, po sa i përket kishkuptimeve, cilat janë kishkuptimet më të zakonshme që keni dëgjuar nga qytetarët sa i përket lidhjes ndryshimeve mjedisore dhe mjedisit me shëndetin? E para është kjo, që mendojnë domethënë që një mjedis jo i sigurt ose një mjedis i ndotur do shkaktonte problematika vetëm në sistemin kardiovaskular apo atë respirator. Gjë që nuk është e vërtetë. E dyta është shumica mendojnë domethënë që ai ajri me të vërtetë i dëmshëm është ai ajri që është shumë i ngarkuar në smog. Po jo, ka edhe domethënë janë edhe pjesëza shumë të vogla që nuk duken me sy të lirë, por që gjithsesi ngarkojnë. Ngarkojnë domethënë shëndetin e njeriut. Tjetër është ajo që një ujë i kthjellët, nuk është arsye për infeksione, ndërkohë që edhe uji që mund duket i kthjellët mund të jetë i ndotur. Domethënë nuk i kanë shumë këto konceptet se çfarë është diçka me të vërtetë e shëndetshme dhe e pastër dhe ku qëndron domethënë ndotja. Problematika të tjera në njohje ose keqkuptime që kanë në përgjithësi si popullat mund të jetë
nuk njohin domethënë që ngrohja globale sjell dhe këto ndryshimet dhe problematika në zhvillimin e smundjeve patologjive kancerogjene dhe këtë nuk është se e kanë, ose për shembull ekspozimi i lartë në diell gjatë një kohe të zgjatur që mund sjellë edhe zhvillimin e kancerave të lëkurës. Okej, njohin si informacion, po si përciptasi, domethënë thjesht i nxiti ose dielli shkakton këtë, po prit se ky është një ndryshim që ne po na ndodh. Domethënë po vjen nga një arsye e caktuar dhe ky ekspozim dhe kaq shumë diell dhe nxehtësi që kemi. Doktoresha, do doja të dija cilat janë efektet afatgjata pozitive sa i përket shëndetit të publikut që do të vinin nga një mjedis më i pastër, nga një ajër më i pastër dhe nëse do të investohej vërtet për arritjen e një mjedisi dhe ajri më të pastër dhe më pak të ndotur. Okej, e para do ishte ulja e sëmundshmërisë. Do kishim një popullat më të shëndetshme, që normalisht do pësohej edhe me një kosto më të ulët në sistemin shëndetësor. Nga ana tjetër do kishim një rritje të mirëqenies. Do kishim një popullat më pak të stresuar dhe më mirë të zhvilluar dhe me një lifestyle ose me një stil jetese goxha më të mirë. Këto janë dy, domethënë, gjërat kryesore që do sillte domethënë një ajër më i pastër apo që do sillte ujë më i pastër, më i shëndetshëm. Ne po vim drejt fundit të podcastit dhe do doja që të dëgjonim nga ju, ne dhe publiku, çfarë këshille do t'i jepnit prindërve, mësuesve apo edhe institucioneve lidhur me rritjen e mirëqenies dhe rritjen e sigurisë për shëndetin e fëmijëve dhe sa do t'i sillte ndryshim shëndetit të fëmijëve një mjedis më i pastër apo një ajër më i pastër. Okej, edukimi i vazhdueshëm është me vlerë që të përmendet. Vendosja në praktik atyre çfarë ne lexojmë dhe mësojmë, si në rastin fjalë domethënë që janë vendosur panele, nga ana tjetër përdorimi i metodave alternative për ta ndotur sa më pak mjedisin, jo vetëm në rastin e energjisë, përdorimit të paneleve fotovoltaike, por edhe hapa shumë minimal të vegjël për që janë shumë të rëndësishëm. Për shembull, prindrit mund të zgjedhin që t'i dërgojnë fëmijët në shkollë duke ecur ose me biçikletë. Mund të ulin të reduktojnë domethënë ndotjen e ajrit që vjen nga makinat. Nga ana tjetër, shkollat të sigurohen domethënë mjediset që krijojnë, që të kenë mjaftueshëm edhe gjelbërim rreth e rrotull. Këto janë disa nga ato këshillat kryesore. Hapa të vegjël, po që do kishin efektivitet e kosto goxha të mirë për ne më mbrapa. Doktoresh Sigi, shumë faleminderit që ishit me mua sot në këtë podcast dhe për gjithë informacionin që ndat me ne lidhur me rëndësinë që ka faktori mjedisor në shëndetin tonë. Faleminderit. Shumë faleminderit ju.